Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin në hijen e Ramazanit. Ky muaj i bekuar, përveç bekative të shumta që sjell tek njeriu, sjell edhe aspektin e përfitimeve të shumta në drejtimin mjekësor. Për të folur mbi temën përfitimet e agjeruesit nga këndi mjekësor, kemi të ftuar Agron Rexhepi, mjek nutricist. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Çfarë nënkuptohet dhe përfitohet nga ana mjekësore në raport me agjerimin? Së pari falenderoj Zotin që na ka mundësuar të mbërrim këtë muaj të shajt, dhe Zoti që të përfitojmë, të vjellim gjitha ato të mira që ky muaj na e ofron. Me agjerim nga aspekti fetar nënkuptojmë një obligim që Zoti ka bërë njeriut, si shumë obligime tjera. Mirë po, nga aspekti mjekësor, është nënkupton një abstenim nga ushqimi. Kemi lloje të ndryshme të agjerimit, që nënkuptojnë abstenim nga një lloj, disa lloje, apo nga të gjitha llojet e ushqimit, siç është rasti tek ne. Për dallim nga agjerimet tjera që përdoren, zbatohen nga njerëz, agjerimi në Islam nënkupton shumë më tepër se kaq. Jo, nuk agjeron vetëm goja, po këto agjeron në syri, agjeron veshi, agjeron çdo pjesë të trupit njeriut. Pra ka ndikim në çdo qelizë të trupit të njeriut. Tash që të hyjmë të flasim për ndikimin e agjerimit në shëndetin e njeriut, janë bërë shumë hulumtime shkencore. Qysh praktikimi i agjerimit është bërë qysh në kohët e lashta. Hipokrati, Sokrati, Platoni ka agjeruar 10 ditë në vit. Pitagora ka agjeru 40 ditë në vit, dhe kanë nxitur studentët e vetë të agjerojnë. Pastaj Galeni, Paracelsiusi, mjekët më të hershëm kanë trajtuar sëmundje të ndryshme përmes agjerimit. Ndërkaq Herbert Shelton është një mjek amerikan, 50 vite ka hulumtuar ndikimin e agjerimit në mbi 40.000 agjerues. Ndërkaq në vitin 1940 Alex Carrel është një mjek që ka fituar çmimin Nobel. Ai veç i jep ato hapat e parë në mënyrë shkencore për shpjegimin e ndikimit të agjerimit në shëndetin e njeriut, e që e lidh me shkrirjen e masës së dhjamore. Mirëpo në vitin 2012, biokimisti japonez Ohsumi, ky e fiton çmimin Nobel për shkak se e shpjegon saktësisht mekanizmin e ndikimit të agjerimit në shëndetin e njeriut. Ndikimi i agjerimit në shëndetin e njeriut është i shumë fisht. Për shembull tek zemra, këto mund të ndahen në 3 kategori. Është kategoria e punës më ekonomike të organeve të njeriut, pastaj procesi autofagjist, këtë proces e ka shpjeguar Ohsumi, edhe ndikimin në sistemin nervor qendror. Tek ekonomizimi i punës së organeve të njeriut, hulumtimet po tregojnë se gjatë agjerimit zemra punon për disa mijëra herë më pak brenda 24 orëve. Mëlçia punon për disa orë më pak brenda 24 orëve. Po ashtu edhe sistemi tretës ka një punë shumë më të ngadalshme që ndihmon në trajtimin e problemeve të ndryshme të traktit tretës, që si agjerimi nuk mund shëron asnjë medikament tjetër. Mu për këtë arsye me plot të drejtë dhe quhet agjerimi si një tushim brendshëm, një pastrim i brendshëm i organizmit, e që ka nevojë shumë organizmi. Disa hulumtime tregojnë se agjerimi ndikon edhe në rritjen e nivelit të lipoproteinëve me densitet lartë, cilat janë shumë të shëndetshme për organizmin njeriut, dhe në zvogëlimin e atyre me densitet të ulët që janë të rrezikshme për shëndetin e njeriut. Po ashtu edhe në trigliceride ka një ndikim pozitiv. Pastaj tek disa lloje të smundjes së sheqerit ka ndikim pozitiv pse e ul nivelin e sheqerit në gjak. Ndërkaq tek procesi autofagist, këtë mekanizëm që ka shpjeguar në mënyrë fenomenale Ohsumi, aty shifet se agjerimi mund të ketë ndikim edhe tek smundjet maligne, të disa lloje të smundjeve maligne, për shkak se ky proces bazohet në vetë ngrënien e organizmit, kur në mungesë të
batereve ushqyese, organizmi fillon mi detektu qelizat e smura, ato që nuk janë funksionale si duhet, edhe ato i shkatron që mi u dhanë hapësirë mund rindërtu qelizat e reja, mu ba regenerimi organizmit, apo aj ushqim brendshëm, që thëmë aj pastrimi i brendshëm i organizmit. Nëse një person agjeron dikun 10 orë në ditë, atër veç fillon të aktivizohet procesi glukoneogenezës, kur yndyrnat hynë në proceset metabolike, karbohidratet zvoglohet pjesëmarrja e tyre në proceset biokimike, energjie dhënëse. Nëse agjerohet 12-24 orë, e të disa persona mund të shkojnë ma tepër, mund të nevojitet e ma tepër orë agjerim, aktivizohet ky procesi autofagisë dhe të pastrimi, eliminimi qelizave të damshme nga organizmi dhe lënja hapësirë për regenerimin e tyre. 17 orë agjerim aktivizohen qelizat burimore, stem cells, për të cilave që do lloj qelize në organizëm mund të regenerohet. Këto qeliza tash edhe janë bajegin në hulumtimet ma moderne, është teme hulumtime, për shkak se përmes këtyre qelizave pretendohet mu shëru shumë smunde cilat janë mendues janë të pashërueshme. 20 orë agjerim, fillon mu zvoglu pllakësat amiloide. Këto janë pllakësa deponime jo normale të proteinave në neuron, në qelizat e trurit. E që si pasoj mund të shkaktojnë smundje të ndryshme degenerative, çfarë është Alzheimeri, Parkinsoni, e që agjerimi po del se po ka ndikim pozitiv edhe jo në shërimin e tyre, po në zvoglimin e përparimit të smundjeve degenerative të trurit. Pra, agjerimi si koncept është qysh herët nga, domethënë, koha e hershme, ka vazhduar ashtu brez pas brezi, ndërsa ajo që e veçua dhe nimvizuat është fakti se ana e brendshme trupore sikur e mirëpret me shumë kënaqësi ardhjen e muajit Ramazanit, për shkak se fillon një regenerim dhe një riorganizim e pjesëve të trupit në mënyrë që njeriu të jetë sa më i fortë dhe më i përballueshëm ndaj asaj që vazhdon të jetë. Po si qëndron lidhja ndoshta me disa koncepte së zëra se mund të thonë agjerimi e dëmton shëndetin, kur ka shumë fakte që përmendet, si shpjegohet kjo? Po kështu, pse agjerimi po ka ndikim të mirë në shëndetin e njerëzit? Pse është i nevojshëm? Se agjerimi është një mekanizëm që Zoti e ka mbjellë në vetë gjenet tona. Kur t'jemi të smutna vetvetjus në hatë as në pijet, ajo është një lloj agjerimi, pse e ruan energjinë mos me shpenzu në marrjen e materieve ushqyese, zbërthimin e tyre, shpërndarjen e tyre, atë energji e shfrytëzon për shërim, për vetë shërim. Prandaj nëse punojmë një vit, gjithsesi çdo punëtor që bën 6 muaj ditë punë, ai lyp një pushim vjetor. Apo një vit e 2 pushimin vjetor që zgjat një muaj ditë paktën. Pse i vjen mu rehabilitu, mu mush rezervat energjetike të organizmit. E njëjta gjë është me agjerim. E tash pse dalin zëra të ndryshëm ignorantësh, kisha me thënë, njerëz të paditur, që nga ignoranca e tyre flasin se thonë se agjerimi është i dëmshëm për çdo person. Kjo mund të vije për shkak të ignorancës së tyre. Fatkeqësisht po mediat po japin hapësirë për mundi një grup i vogël, por shumë i zhurmshëm. Përndryshe, nëse kanë argumente që agjerimi ndikon keq te çdo person, atëherë unë i kisha lutë këtë grup që ata janë të organizuar, dhe të mlidhen së bashku, të nënshkruajnë një peticion, të dërgojnë bordit për ndarjen e shpërblimeve të Nobelit në Oslo, edhe t'ja tërheqin çmimin e Osumit. Ai ka tregu se agjerimi, mekanizmi i ndikimit të agjerimit. E këta nëse kanë argumente që agjerimi dëmton, dhe të dërgojnë, dhe të tërheqin, se padrejtësisht e ka marrë atë çmim në bazë tyne. Mirë po, unë mendoj që këta zëra e marrin atë forcën e tyre veç kur përmendet agjerimi në kuptimin e Islamit. Ne kemi ajet kuranor, kur Zoti thotë se agjerimi ju është bërë obligim, ashtu si që ju është bërë edhe popujve të mëhershëm. Agjerimin e kanë si obligim edhe të krishterët, e kanë edhe jahudit, e kanë edhe hindusët, mirë po në format e tyre. Po obligim e kanë, obligim prej Zotit e kanë. E tash ajo obligimi po
është prej Zotit, po në rastet posaçme, kur kemi probleme me shëndet, duhet pasur kujdes. Se nëse agjërimi është obligim, mbajtja shëndetit trupit është amanet i Zotit. Prandaj trupin nuk duhet ta dhunojmë. Nuk duhet jemi as në atë ekstremin e djathtë, as në atë majtën. Jo në të djathtën je shumë i smut, ki probleme me zemër, ki probleme me veshk, e shef që agjërimin po të damton, e unë jo muslimani fort po vazhdoj. Nuk është e arsyeshme. Zoti nuk ka nevojë që na të smuhemi, na të keqësohemi. Nëse agjërimi ndikon edhe në shtyrjen e shërimit të një problemi shëndetësor, se kjo për obligim. Nëse agjërimi i është lehtësu, për shembull nuk i është bë obligim udhëtarit, para mendo të i smuri, çfarë lehtësimi i madh tjetër është. Pra në fe ka lehtësim, nuk ka vështirësim. Edhe nëse agjërimi është obligim nga aspekti fetar, pra po e përsëris, e kem amanet shëndetin nga Zoti. Duhet i kushtojmë rëndësi. Po jo edhe në ekstremin tjetër, po më dhajmë kam as kuj me agjëru. Së është e arsye, se ti mund është mu arsytu para meje, teje, para ti, po para Zotit, para me do se para ti, do të aja pshat arsyetimin e sigurt. A ndikon agjërimin e detoksifikimin e trupit, atë pastrimin e brendshëm? Po, sigurisht se po. Vetë fakti se nëse agjërohet si duhet, jo ta shumë po agjëroj të ditën, po vjen iftari e po jep për shpërblej vetën, se ku ma agjëru e tash po marrë ushqime shumë kalorike. Atër s'kime pas përfitime shëndetësore. Sigurisht përfitimin të Zoti e ke, mirë po nga aspekti fizik harro që keme pas përfitime. Prandaj duhet pasë kujdes që nëse ke agjëru, ka ardhë iftari, të kesh kujdes mos e të pra me shpërblim të organizmit. Nëse shkojmë me minus të raportit të energjisë hyrëse asaj dalëse, marrim pak ushqim, e gjatë Ramazanit nuk shtrimi me flajt, po qojmë bajmë aktivitet fizik që të rritit energjia dalëse, ne kina me ardhit të zbërtimi masës djamore. Zbërtimi masës djamore do më thanë zbrazja aty në fjokave ku janë të depozituar toksinat, pastrimi i organizmit, që ka në kupton vetë jo që kjo është detoksifikim. Mirë po, veç nëse ushqemi si duhet. Fatkeqësisht, shumë veta gjatë Ramazanit shtoj pesh. Po. Mirë është që çdo kusht që të matë vetën para Ramazanit, edhe dikun ka mesi edhe ka fundi, me pas se si po shkon puna e peshës trupit. Ne jem dëshmitar se aq ka keq përdorime, aq ka keq menaxhime në organizimin e iftarit që s'mundesh as me përshkru. Aq ushqim me ballëk bëhet, edhe ushqime jo të shëndetshme, që ato mas pakti nevojitën një agjëruesi. Nëse dojmë të përfitojmë të mirat e agjërimit, edhe të mirat nga aspekti shëndetësor. Se ti, nëse nuk e prish, nuk han, nuk pin, nuk bën edhe i zbaton ato ndalesa tjera që i ke prej Zot, që i ke përshkrume, ti e ke kry obligimin të nga aspekti fetar. Po nëse nuk ke përfitu edhe nga aspekti shëndetësor, mendoj që se ki përfitimin e plot. Nderuar, ju potencuat sa është rëndësishme që të kemi një kujdes të veçantë në raport me iftarin dhe syfyrin. Por cili mund të jetë ai syfyri në këtë rast edhe iftari ideal? E para është që gabimi ndër gabimet e mëdha është në syfyr të pijet çaj rus, çaj zi, të pijet kafe në syfyr. Të hanë ëmbëlsira. Kjo është gabim. Pse? Nëse pijet kafe, nëse pijet çaj zi, çaj gjelbërt, ti ke marrë një sasi të kafeinës. Ajo ka me stimulu sistemin nervor qendror të s'ki mujt me bëjë gjumë si duhet. Plus asaj ka efekt diuretik, ka vetështi me urinu, me largu langje nga trupi, që sa është qëllimi jonë. Nëse konsumon ëmbëlsira, ato të mira, të shishmet, po të syfyrit nuk ban. Pse? Nëse konsumon ëmbëlsira, ka mu liru shumë ma herët insulina, ka me ullë nivelin e sheqerit, edhe ti në një kohë jo të dëshirueshme, kemi rënë në gjendjen e hipoglikemis, kur edhe ndjenja uriz do t'jetë shumë e madhe. Për këtë nuk do t'jesh energjik, për këtë arsye duhet pasur kujdes. Syfyri të mos anashkallohet kur. Jo, unë muj po pritoj me uqu. Jo, qau, se syfyri duhet të paraqet një vakt stabilizues të organizmit. Duhet me përbajt karbohidrate komplekse, tërshëra, drithrat integrale, vezë do të ketë, djath, kos mund të ketë. Këtë kënë që letë të retën edhe i merë këtë përbërësit e nevojshëm për organizmin tanë.
Pastaj, pse të mos mirët një grusht arra, apo badem, apo lajti, apo jo, kajtë për me njerë. Një prej ati një grusht prej arra, lajti ja badema, sa aty merë kalori ma ndaj tepër. Po, mirët prej njenës prej tyre, njëna, një ditë tjetër, një ditë tjetër. Por qaj, a bën mas iftari? Qarë, tash po këthemi të iftari, njerë fillu me syfe. Okej, në rregull. Ditën, mos duhet gjubit ja japëm hakut. Nëse në Ramazan e dim që kemi një çrregullim të ritmit biologjik. Edhe gjumin mirë është ditën ta kompenzoj me 1 orë, 2 orë ku shka mundësi gjumë, ajo e freskon pothuajse sikurse disa orë gjumë natën. Kështu që mirë kështë me qenë të mos anashkalohet puna e gjumit, për shkak se mund të kalosh në stres, mund është me pas çrregullime ndryshme brenda organizmit. Jo ma gjërushëm gjatë ditës, edhe tash unë e kam veç me ndajt, me ba muhabet, edhe me flajt, me këshyr filma. E dëmshme. Aktivitetin fizik po se ndalë në asnjë mënyrë. Të paktën ke nevojë me bazë zgjatjes të muskujve, stretching pra zgjatje të muskujve, edhe ecje të shpejt. S'po të thëmë dilë vrapo disa kilometra, po të paktën ecje të shpejt me majt metabolizmin nivelin lartë. Shumica populatës sonë, në një farë mënyre, në një farë shkallë, ka një nivel të mbipeshës. Pra dhe të shfrytëzojmë këtë muj që të zbërthejmë masën dhe amorë, të bëjmë atë detoksifikimin që përmendëm pak më parë. Pastaj, erdhë iftari. Mënyra më e mirë e prishjes së agjërimit është 1-2 gota ujë, si organizmi ka nevojë ta merr ujin me njëherë, me 1-2-3 kokra hurme. Këtu e kemi të gjitha mineralet e nevojshme, ka edhe niveli sheqerit do të ngritet në aty ku duhet jetë momentalisht të thjellëm trurit tonë. Pastaj mund të pijet një supë. Iftari është mirë të ndahet në 2 apo 3 vakte. Jo një iftar, po unë apo ha dhe sa s'muj ma me ndajtë në asë drejt, po do të mu shtri, pse ku ma gjëru, që së është banami që ka gjëru disa ditë. Po përfito përveç aspektit shpirtëror, dhe të ketë përfitime dhe komponenta trupore e organizmit. Prandaj, nëse ndahet në 2 pjesë të paktën, apo 3, hala ma mirë kështë me qenë, atër kjo nënkupton 1-2 gota ujë, varësisht sa i jetëshëm, 2-3 kokra hurme, një supë, 10 minuta 15 vynë pushim, që kjo lidhet me faljen e namazit të akşamit. Pastaj, nëse veç nuk ke nevojë ende me hangër aty për aty, merë një sasi të vogël, një vakt të vogël, që mundet me qenë drita, mundet me pas proteina, mishra të ndryshme, ma i preferuar është i peshkut edhe i pul, i shpezve, për shkak se janë ma letë të tretshëm. Edhe le pak hapësirë, se kje namazin e taravis. E jo kur gje namazin e taravis, mësë me mujtë me ba seqën, se do se del ushqimin. Për këtë arsye preferohet ai vakti tret, pas namazit të taravis, që i përgjigjet një drekët zakonshme në rastit në ditët kur nuk është agjërueshëm. Ma e mira kështë me qenë, nëse prishet iftari ashtu si thash, agjërimi, pas edhe vakti i dytë, në vend tretit, e tjetë pas namazit të taravis. Unë isha 2016 në Qabe, edhe 10 net e fundit të Ramazanit. Aty unë e kom pas se qëfar keq ushqyeshmërie ka populli arape, kushdo që ishin aty. Për që hajnë prej iftarit deri në momentin e fundit kur thirret e zani apo jipet shajna me ndërprej ushqimin, 4 herë 5 herë. Po jo bre s'ke nevojë aq shumë. Organizmi s'ka nevojë aq shumë. Një organizëm, unë kom pas tash për lidhje me një rast tjetër, një pacient kishte 100 kilogram, edhe thë kjo unë me agjëru vdes unë. Çfarë logjike. Një person që ka dikun 75 kg le tjetë. Llogaritet parafërsisht dikun rreth 50.000 dhe 100.000 kilokalori rezervë masë dhe amore. Dhe ti ketë shpenzime ditore në kohë të Ramazanit, ose kështu në përgjithësi 2.000 kilokalori. Ai mundet me jetu afërsisht sa pi bjen, 1 muaj e gjys minimum, mundet me jetu asnjë problem vetëm ujë me pi. Pa hangër kur gjajq. Për një ditë që agjëron, nuk e ke atë problem, po duhet të përgatitesh psikikisht. Pastaj, është mirë organizmi të përgatitet për muajin e shajt të Ramazanit. Si përgatitet? Jo të rastësishëm janë muajt e shajt para Ramazanit, që preferohet agjërimi nafile, agjërimi shtesë, vullnetar.
Ato e para përgatisin organizmin për bujën e Ramazanit. Se nëse ke hangër 3-4 herë gjatë ditës, e ke pi cigare, ke pi kafe, çaj, ka 5-6 kafe në ditje, dhe me njerë hynë në nesërmën e ke Ramazanin, ti kime pas gëdhimbje. Ato janë pasojë mungesës së kafeinës, shprehit që ke pas ma herët. Për këtë arsye organizmi do të përgatit të paktën 2 javë deri 3 javë para Ramazanit. E nëse shkon 2-3 muaj ma herët, është hala ma mirë. Cila është ajo agjerim 2 ditë në javë. Nutricistët në botë preferojnë agjerim 2 ditë në javë. Na e keme ha në ejte. Gjithat mirat i kemë. Apo i zbatojmë. Duhet me zbatu. S'po thëmë që nuk i zbatojmë, po duhet i zbatojmë ma me rregull. Agjerimi intermitent është i përhapur sot. A ka ngjashmëri me Ramazanin dhe si mund shpjegohet kjo më qartë? Ngjashmëri me Ramazanin ka nga aspekti se kemi abstenim prej disa llojeve të ushqimeve. Për shembull, apo prej në formën e organizimit. Intermitent mundesh me pas në raport ditor apo raport javor. Në raport javore kemi na këtë agjerimin 2 ditë po, 5 ditë jo. Ndërkaq në raport ditor e ke, për shembull, 10 orë brenda ditës han për çka të dush, 14 orë nuk pin as nuk han kur gjë. Ose ki tjetër 16 orë me 8 orë, 12 me 12, kështu është ndamja. Po kjo është më tepër nga aspekti mjekësor. Tash e mirë është nëse jenë gjenit i me zbatu kohë të gjatë. Nuk bëhet kjo lloj agjerimi për bëj një herë në vit. Jo, agjerimi duhet të jetë pjesë e jetës tonë. Me qenë se ma herët thash që agjerimi është një proces, një mekanizm i mbjellur në gjenet tona. Deshte, zdeshte, kur të rokët një smundje të s'kimi angër, s'kimi pi kur gjë. Pse kemi e rujt energjin, organizmi vetë ju e rujnë energjin, mu rikuperu. Prandaj, pse të mos i ndihmojmë organizmit me agjerimit e herpasershme? Brenda vitit, gjatë tërë jetës. Nuk kemi me pas të këshia. Nëse ushqemi për nevojat e trupit, fare pak kemi nevojë për ushqim. Nëse pretendojmë të ushqemi për nevojat e syrit, ai nuk ngopet kur. Kështu që mirë është të kemi kujdes se si ushqemi, ashtu edhe shëndetin do të kemi. Po cili është ndikimi i agjerimit edhe në raport me stresin, edhe me prekupimet e përditshme ditore që natyrisht manifestohen aspektin fizik? E keqja është, besoj që edhe ty të ka ndodhën me hasin si praktike. Mos e nguc para agjerimit se është nervoz. Me jo para iftarit, mos e nguc se është shumë nervoz me stres. Jo, agjerimi duhet me të qetësu. Agjerimi t'jep qetësi shpirtërore. E ai që fiton stres para iftarit, do të mendoj se si ka bashkë në rregull e sapit. Unë po shpresoj që më shumë bën problem, më shumë bën ka të bëjë me keq ushqyeshmërinë e tij, sa me përgatitjen shpirtërore. Mirë po, agjeruesi nuk duhet të jetë shembulli i asaj, mos ja prish qefin se është agjerueshëm. Jo, nëse ja ke prish qefin, ky duhet me thënë unë jam agjerueshëm, edhe jam i qetë. Për këtë arsye unë mendoj që nëse kemi një ushqyeshmëri si duhet, nëse kemi hidratimin si duhet, si me të mborsh hidratimit, pa një hidratim të mirë, ne do të jemi të stresum, ne nuk do të jemi të qetë. Pse? Mbi 85% qelizave trurit janë ujë. Nëse s'kemi marrë ujë mjaftueshëm, do të kemi probleme, jo që në stabilitetin tonë mental, po do të kemi probleme edhe në funksionimin e mbrendshëm. Mëlqiz do t'i bjene tërë barra e detoksifikimit. Sa është masa nevojshme për hidratim? Këtu të është masa nevojshme për hidratim. Në shumë herë kur bje fjala, unë i tregoj edhe ato që ka preferohet, edhe që ka është rregull që unë mendoj që është më e mira. Disa preferojnë 6-8 gota ujë në ditë. A është e mjaftueshme? Po tash varet nga pesha jote. Se nuk është e mjaftueshme sigurisht për një person 100 kg, sikur separat 50 kg. Pse ky 100 kg do të jetë i dehidruar prapë. Më e mira është 30 ml për kilogram peshë trupit. Mandej mos harrojmë se në momentin kur e fillon kur shuhet ndjenja e etjes, ne ende jemi 1% peshës tonë trupit të dehidruar. Për këtë arsye duhet kur të shuhet etjen edhe 2 gota tjera ujë me i pi, po jo për një herë.
Sami Frashi ka thënë ujë që pijet nga dalë shumë etjen. Ti mundesh me pi 1 litër ujë, po mos me hidratu organizmin si duhet. Se atëherë do të rritet niveli i lançeve në organizëm, edhe do të reagon qendra e kontrollit në tru, edhe do të alarmon organizmin që ke lançe tepër, dhe ende pa u bë hidratimi i duhur, ti kemi filluar mi largu lançet për organizmit përmes urinimit. Cila është këshilla jote në raport me sportistët tonë? Vetëm të ujë ënja të gjithsesi. themi. Mos të kalojmë lehtë, se shumë është me rëndësi. Mirë është që ujë të pijet prej iftarit. Unë thash, jo rastisht 1 deri 2 gota, më e mirë është 2 gota, le të jetë një mesatare e ujit me njerë të prishet agjerimi. Pastaj hurmet. Mandej gjatë natës të praktikohet një shishe afër të kesh të hidratosh. Jo për një herë 2-3 gota mi pi, po me glënka me pi. Pa dhe ne e kemi një gotë ujtë me islam e ki du të apish me disa glënka, jo për njerë ta që shuin eks, për shkak se nuk do të arrish as shuarin e etjes, as hidratimin e organizmit ta bësh si duhet. Prandaj ti kushtojmë rëndësi hidratimit, nuk ka shkur gjë keq, një shishe ujë ta kemi afër, edhe gjatë pushimit natës kur e bajmë. Her pas here me pi ujë, është mirë që të ndihmojë të kemi një hidratim si duhet. Në këtë rast, për sportistët, si duhet të jetë raporti me agjerimin? Sportistët, hullumtime të regoj që mirë, një lodhje plokshti çdo person që agjeron mund të ketë, po kjo s'ka të bëjt me ditët e sotit, kur dita është shumë e shkurt, po e kem fjalën për ditët e verës. Edhe do t'i kushtu rëndësi prapë edhe të këta hidratimit të ushqimit jetë si duhet. Stërvitit e sportistët, mirë është të bën të lehtat para iftarit, ndërka që ato të intensitetit më të rënd pas kohës së iftarit, pas prishjes së agjerimit. Për ndryshe, është bë para disa viteve, se ne jemi dëshmitar që në kampionate evropiane apo botërore, kemi që luajnë shumë musliman, cilët nuk e prishin agjerimin. Edhe është bë hulumtim, se ato janë lojtarë që vlejnë disa miliona, edhe është bë hulumtim se ndikon agjerimin në aftësitë e tyre. Edhe është vërtetu se agjerimi në mënyrë signifikante nuk ndikon në rënien e aftësive psikofizike të sportistit. Për këtë arsye në kampionatin e Spanjës, nëse është kohë Ramazani, ka lojë, kohën e iftarit ndërprehet loja për ata që janë agjerueshëm e prishin agjerimin. Për ndryshe, si kur të kishte pas këtë bazë hulumtimeve që janë bë, jo pse është musliman, tash duhet të themi se ky zguxon me agjëru. Jo, ata tjerë janë tjetër sfe edhe e lejojnë agjërimin pse është vërtetuar që nuk ka ndikim të keq në performancën e tyre psikofizike. Aq më shumë, në 2012 në Olimpiada në Londër ka qenë, një maratonist i Kenjas, po më duket as di, një vendi afrikan, ka fitu vendin e parë, ka thyer rekordin e vet duke qenë agjerueshëm. Po, duke qenë agjerueshëm. Pse këtu e ke edhe atë brendësia, kur bisedum edhe tek gjendja mentale. Janë 2 mediatorë, eukefalina dhe endorfina, cilat agjerimin në një mas ndikon në lirimin e tyre. Këto edhe e largojnë ndjenjen e dhimbjes, edhe japin disponim, japin forcë organizmit. Për këtë arsye mendohet që edhe këto mund të kenë ndikim në mos rënien e aftësive psikofizike, aq më shumë në ngritjen e tyre apo në tregimin e rezultateve më të mëdha. Jemi në fund të emisionit, koha shkoi shumë shpejt. Këshilla përfundimtare për agjeruesit besimtar tonë që duhet të kemë parasysh. Unë s'pari lut Zotin që gjithë ata që agjerojnë, na e pranon agjerimin edhe këtë që ka shoqërojnë agjerimin tonë. Ndërkaq për agjeruesit, ju preferoj iftarit të ndatë, ashtu siç e biseduam, të mos neglizhohet hidratimi, se shumë çka është në dorë. Nëse hidratosh si duhesh, probleme nuk do të kesh. Bile më shumë atëpër kisha kushtuar rëndësi hidratimit e mandej ushqimit. Edhe të mos anashkalohet vakti i syfyrit në asnjë mënyrë. Jo me ushqimet hiperkalorike që tretën vështirë, se nuk do të mund të pushojnë pas syfyrit, po me ushqime paksa më të lehta. Edhe besoj që gjithçka të Falenderoj shumë për kontributin tuaj, Zoti i Madhërisht ju shpërbleft. Amin, ishte kënaqësi. Falenderoj shumë. Shikues të nderuar, me kaq përfundon ky emision. Deri në takimin e radhës, paqja e Allahut qoftë mbi ju.